Kërkojmë drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Ko shi mërtojë dhe kone majtë tonë, mërë. Duam drejtësi. Qa është aja i dudë? Jena në tonë. Jo, shto. Bëna bohet puna me kaluna në Jena aty, na kena dëshmitarë si në aty, na kena trojet aty, na kena shpijet atje si na i ka prish tërmetin 79-ën, e i kena themele si akret kullaj një me vërtetua se na jena atje, na kena shenja, na kena puse, na kena murije, na kena shpija, po që atje si jonë të rëzume, na nuk mund thonjë njëri që na nuk mund të egzistojmë. Na kena dëshmitar se kena na, po ma të mollin dëshmitar, na kena të mollin zotë si e kena me veti, se na jena aty. Na jena aty. Jo, si doni me na shini për atje, prek markat e ton këta, fizisi në shollajt e keqajnë e ton, na egzistojmë. Na nuk ashte, na nuk kjo gjonë nuk mund shihet prej historisë, se na jena. E na kanë këto, na kanë ardhë falimnirës, na kanë mështet njërës të jashtëm, na kanë ardhë prej Anglijet, nipat e mesat, na që kam i thonë nipit të mund, i kam thonë prej Anglijet, e ko ardhë kura kenë fnike që, e kena marrë për dorët, baba emi, ko ka zua, ko ka pas shpinë, ko ka pas pusin, ko ka pëmen, ku i ka të tona, tash, që kena mu thonë në këtyne njërzve, tonë, si ashtë e vërtet se na jena, edhe do t'jena, të mundohen bëjnë çka donë këta njerëz. Ta janë të na marr, janë të na prish murit e shtëpisë, janë të na hjek ujit, si kena pi, si ton kalimtar, si kon kaluan ai burr, ai zotni se nëse zotni, se thotë vetja ai ka pi ujë në ata trojet tona atje. Ja vela pas kaluan ai herë. E kena mikprit, e kena bërë të tonë atje, po na jena autoktonë edhe na do i shkojmë deri fund kësaj punë. Faleminderit prej të tonëve. Emër të lutem? Aldin nuk pjeshka. Ju falenderoj për zemërsisht në emër të tyne të gjithë fshatarëve këtu. Ne sot jena këtu për arsye sepse para pak ditësh kemi bërë një protestë para Spakut ku atje ishim drejtuar me një kallëzim, ku ai kallëzim është transferuar në prokurorinë rrethit gjyqësor Shkodër dhe ata atje me plot drejt na thanë që të interesohen se si është vepruar me këtë kallëzim në prokurorinë rrethit gjyqësor Shkodër. Kështu që sot erdhëm këtu për të protestuar sepse u bën afër një vit që nuk po merret asnjë lloj mase, asnjë lloj zhvillimi, nuk dim se si është zhvillu ky kallëzim që ne kemi bërë dhe nuk se kuptoj pse nuk janë të interesuar që të vazhdoj procesi i hetimeve, duke ditur se ne kërkojmë vetëm e vetëm dy kërkesa janë në prokurori, të cilat ne kërkojmë në radhë parë të bëhet ekspertiza tekniko-ligjore e të dy dokumentat pronësisë, timit dhe të atij. Dhe cili nga këta të jetë i falsifikuar, duhet përgjigjet para ligjit, e para. Dhe e dyta, e kam për sa i përket firmës. Firma që ka fitu këtë zhvillim ose këtë ndërtim të një resorti luksos, ai të pretendon se ka bërë një digjes publike me fshatarët e fshatit Baksarjoll. Këtë unë e sfidoj këtu për arsye sepse fshatarët e Baksarjollit këta janë, ne nuk kena të tjerë, absolutisht nuk ka ma shumë se kaq, vetëm presim që të vinë ma shumë se kaq, presim ata që kanë ikë, sepse duhet vinë të prona atyre, dhe t'i pyesin prokuroria se cilët nga këta persona kanë bërë dëgjes publike që ai pretendon në një reagim të tij që kanë pas dëgjes publike. Pra, dëgjesa publike të bëhet me emër, mbi emër, me dhe adresën se ku banon. Ne i kena kërkuar prokurorisë dhe po ja kërkojmë tani. Të lutem, ne kërkojmë vetëm e vetëm drejtësi. Drejtësia është cili ka letrat falso. Ne dim që i ka falso. Ka provat e vërtet ai, i ka aty. Ja kam lënë kallëzim të gjitha provat. Pse nxitojnë? Pse nxitojnë mos me nxjerr në pa? Jeni takuar me prokurorin, çfarë fazet është? Atje që ju keni bërë. Pse nuk jemi takuar me prokurorin jemi këtu? Se po të ishim takuar, ne do të kishim marrë një përgjigje. Pra, ai nuk ka as edhe një lloj reagimit që nga marsi i vitit 2025. Pra, një vit, ne kemi bërë kallëzimin në Spak dhe Spaku ja ka dërgu delegim në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër në mbikëqyrje të Spakut dhe absolutisht nuk na kanë thirrë. Unë se kuptoj pse.
ku është qëllimi? Ai po nërton, let nërtoj. Unë ja premtoj jeto. I ta burra ito janë me mu. Melena Pjeshka, është e pa drejt kjo që bëjt, agjat e mi, baba jem, gjyshi jem, janë gjadh, do në drejtësi, ju lutëm shumë, kena ardhë për Anglijet, kam kënë saj kjo vajzë, kur kam që baba jem atje të pa tokat tona, edhe sot nuk në lanë me ullat je poshtë. Do në drejtësi, është e drejta jonë. Sot kena ardhë për Anglijet, i na gjadh e kena me ardhë edhe shi, edhe bor, edhe stuhi në këto. Nana gjadhën tonë. Nuk në dalon asi gja. Nuk kena me ardhë veç për 15 gusht me ba pushimit na, e me thanë i na shqiptar, ju lutëm do na drejtësi. Vajza jem a gjadh. Agjat e mi tu kjajt agjat e mi për të mirë. Papa jem në tokë, të qu ambulanca. Gjyshi jem janë të ja hangër dit. Janë të ja hangër gjyshi të më dit. Veç për i mërzis. Ka le, baba, gjyshi, stërgjyshi, 4 stërgjyshit ka le atje. Edhe sot në thonë se toka nuk a jona. Kush është taj? Dali këtu! Sot do në përgjigje. Sot mu përgjigj shteti, baj thirrje, e dirams, policis, edhe gjukatave. Kanë thënë, mos merrni ligjin në dorë. Mos merrni ligjin në dorë, thotë dirama. Kena polici, kena drejtësi. Ku janë? Ku janë? Mos na detyrojnë agjat e tonë. Me bo gjana si nuk duhet mu ba, ju lutem. Ky shtet ka dzojnë ftyrën e vërtet. Do na drejtësi! 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 Përshëndetje. Faleminderit tamve për gjithë mbështetjen që keni bërë dhe për gjithë përcjelljen që keni bërë gjithë bashkëtarëve tonë për me ndjek këtë çështje që për ne është shumë sensitive dhe nuk ka marrë drejtimin e duhur në këto momente. Jena mbledhur sot para prokurorisë Shkodër për me bërë thirrje prokurorisë jo për favore politike, jo për mëshirë, por për drejtësi. Dona vetëm drejtësi. Ajo pron është bler nga stërgjyshat, nga 4 gjyshat tonë me dokumenta të rregullt. Dhe me gjitha vështirësitë që e kanë ekzistuar në kohën e diktaturës, janë rujta të dokumenta që ne kena sot në posedim. I kena paraqit para prokurorisë, i kena në përgjykata, gjitha ne me tregu si na pronar të vërtet. Ata që kanë falsifikuar letrat, janë kanë me pozita politike, me pozita shtetërore. Asnjëri prej nesh nuk ka kanë as drejtor hipoteke, as drejtori partisë politike. Ata kanë kanë drejtora hipoteke, drejtora partisë politike, edhe me mbështetje me krimin dhe kanë arrit me na falsifiku letrat. Përsa ju për këtë varezave, që këta thojnë se kanë pruroje me mrojt, se na kena dash me sulmu, ju tani tu e din shumë mirë që kena 100 vite që jetojmë aty. E po të kishim dash me hjek ato vorre, i natë dini shumë mirë që ishin hjek. Ne kena rujt e kena respektu, sepse kena dignitet e jena njerëzor. Dhe kena rujt e respektu ato vorre, sepse as kush nuk e din se kush është vërtet i zojt i tyne, edhe kena thonë si njerëz të patra shikimtar, du të me respektu. Mua, plesht e shpis teme më kanë thonë, kër na kem fmi, kena shku me bakti aty dhe plaku i shpis na ka thonë, mos i leni baktit me kalu nga vorret. Ashtu e kena dëmtu nga vorret, që ata dalin sot edhe thonë, kanë dash me na dëmtu vorret. Me respektu tokën e rjollit, me respektu banorët. Prej Anglie, prej Italie, Greqie. Thojmë ne, kur jeni gati? 3, 2, 1, go. Ju përshëndes gjithëve, unë kom marrë pe Gjermanisë me protestu këtu. Unë jem nga Kosova, në Kosovë këto gjëra që ka pëndodhi këto nuk ndodhin. Të na është një shtet pak ma normal se qeveria e Edi Ramës. Edi kriminalit. Edi kriminalit, apo edi terroristit. Nuk e di. Pse vendose më ardhë? Që të bani më ardhë? Unë kom bletë tokë këtu dhe kom marrë me protestu, me mbrojt tokën tamë. Ku keni bletë tokë? Në Rjallë. A ju lejon ju me ndërtu në Rjallë? Jo. Pse? Sepse në shtet kriminal. Çfarë ju kanë thënë kur keni bërë kërkesën për të ndërtuar? Kur fa pyetje, kur fa përgjigje? Sa vite ka që keni bletë? 5 vite. A në bjemër? Fatmer Thaqe. Në qofshta. Falenderoj si media. Falenderoj gjithë këtë popull, gjithë ta emigranta që ka nërë dhe do të vinë.
Ne kena një thirrje që kur e bën 2 kolekte parë, këto prona janë me tapi, janë të rregullta, nuk ka falsifikime asnjë lloj kategorie. Në qoftë se na i kena prona të falsifikume, ky pse s'vjen me në ballafaqu me ne, me thonë orë burra që ku i kam letrat, në këtë vitëm ka le baba zyshi këto. Dhe një menim ashtë. Ky zotnia pse nuk shkon me bo një ekspert me znatësi çfarë trungut ka lënë aty ky, sa brez, bab, zysh, 4 zysh, që me naj prunë këtu me thonë orë zotni, i të më ka le zyshi, i të më ka le baba, i të kam le vetë, i të kam pas të një batë.